Prokuroria e Hagës i ka dërguar disa përgjime të reja, disa ditë pasi Prokuroria e Hagës i përfundoi dëshmitarët e saj në gjykimin e krerëve të UÇK-s, i dorëzoi edhe provat e fundit materiale, mbrojtja e Kadri Veselit, Jakub Krasniqit edhe Recep Selimit kërkuan lirim të përkohshëm, do të thotë kërkuan që 3 prej 4 së UÇK-s të lirohen nga paraburgimi, pasi njëra prej arsyeve kryesore që ishte ndikimi në prova dhe në dëshmitar ka rënë. Me të dërguar kërkesa e mbrojtjes së Veselit, Krasniqit e Selimit, Prokuroria specializuar në Hagë ka bërë një tjetër veprim me të cilin po synon që ta parandaloj lirimin nga paraburgimi të paktën 3 prej 4 të akuzuarve prej gjykatës speciale. Prokuroria e Hagës i ka dërguar disa përgjime të reja, ku janë të përfshirë sipas tyre edhe Kadri Veseli edhe Recep Selimi, të bisedave të ndryshme që ata i kanë bërë në qendrën e paraburgimit kur kanë pas vizita të ndryshme. Sipas prokurorisë, në këto biseda të akuzuarit kanë dhënë informacione ose kanë tentuar të ndikojnë në prova dhe në dëshmitarët e prokurorisë për vizitorët të cilët kishin shkuar për t'i vizituar në qendrën e paraburgimit në Hagë. Megjithatë, një detaj shumë i rëndësishëm është se Prokuroria specializuar në Hagë këto përgjime, këto biseda që i ka bërë brenda qendrës së paraburgimit e për të cilat edhe për to ka dilema nëse përbëjnë shkeljet të drejtave të njerëzit apo jo. Këto përgjime i ka që 2 vjet dhe ka vendosur që tek tash t'i shfrytëzoj kundër kërkesës së mbrojtjes për lirimin e krerëve të UÇK-s nga paraburgimi. Prokuroria nëpërmjet kësaj parashtrese që po mëni tashmë e pa, i kërkon trupit gjykues që të mos aprovohet lirimi i përkohshëm sepse ka tendenca për të ndikuar në prova dhe në dëshmitar, pavarësisht faktit që dëshmitarët e prokurorisë kanë përfunduar edhe provat materiale janë dorëzuar. Fakti tjetër është që i ka marrë dhe i ka paraqit me një tabel vendimet prej gjykatave të ndryshme vendore ose ndërkombëtare në rastet e paraburgimit. Për shembull është ICC, është ICTY, pra Tribunali për krime të luftës në ish Jugosllavi, dhe i ka përmend se arsye pse edhe në raste të tjera ka pasur shumë raste kur të akuzuarit nuk janë liruar nga paraburgimi. Se avokati Kadri Veselit kishte bërë kërkesë për lirim të përkohshëm, kjo konfirmohet edhe nëpërmjet këtij vendimi që është me datën 3 prill 2025, pra më 3 prill mbrojtja e Veselit e ka deponuar kërkesën për lirim të përkohshëm, kur është bërë ditur se do të përfundojnë dëshmitarët e prokurorisë. Megjithatë, kjo kërkesë nuk është marrë parasysh pasi gjykata speciale me një tjetër vendim ja kishte vazhduar paraburgimin edhe Kadri Veselit edhe Hashim Thaçit. Kjo me arsyetimin se ata i dinë emrat e dëshmitarëve të mbrojtur dhe potencialisht mund ta zbulojnë identitetin e tyre. Sipas 20 të çështjeve juridike, prokuroria në këtë rast edhe gjykata po tentojnë që në çdo formë krerët e UÇK-s t'i mbajnë në paraburgim, pasi aktualisht kanë pushuar arsyet e vazhdimit të paraburgimit. Arsyeja e parë më e rëndësishme ka qenë rreziku i ikjes apo arratisjes, e cila për disa javë të tëra tashmë me vendim të trupit gjykues nuk ekziston më, le të themi arsyeja primare. Arsyeja e dytë kanë qenë ndikimi në prova dhe në dëshmitarët e prokurorisë. Edhe kjo arsye potencialisht ka rënë sepse dëshmitarët kanë përfunduar edhe provat janë dorëzuar. Edhe arsyeja e tretë tepër e rëndësishme për caktimin e paraburgimit është rreziku i përsëritjes së veprës penale që në rastin e krerëve të UÇK-s të paktën aktualisht është pothuajse e pamundur sepse nuk ka rrezik për ndonjë luftë ose konflikt të mundshëm. Si rezultat, 3 prej arsyeve më të rëndësishme në caktimin e një mase të paraburgimit kanë pushuar se ekzistuari edhe sipas njerëzve edhe sipas mbrojtjes së ish-krerëve të UÇK-s. Por trupi gjykues po e përdor si arsyetim që krerët e UÇK-s mund të zbulojnë emrat dëshmitarëve që kanë qenë të mbrojtur dhe në këtë formë atyre të rrezikohet jeta. Një detaj tjetër tepër i rëndësishëm i prokurorisë së Hagës në kuadër të përgjimeve që i ka transmetuar te gjykata speciale është se përmendet disa herë me radhë dënimi i krerëve të UÇK-s. Do thotë Prokuroria e Hagës thotë se në rast të dënimit e përmend vetëm dënimin si një shqiptim të mundshëm të vendimit në fundin e rastit të krerëve të UÇK-s. Një detaj tepër i rëndësishëm që po mundi me pa në këtë dokumentin aktualisht të përgjimeve që i ka përcjellë te trupi gjykues prej qendrës së paraburgimit është se Prokuroria e Hagës flet gjatë tërë kohës për një dënim të krerëve të UÇK-s. Do thotë e përmend si një vendim final vetëm dënimin. Madje është tepër e rëndësishme me u sqaruar që kryeprokuroria e gjykatës speciale në njërin prej këtyre parashtresave paralajmëron, pra e lën të kuptohet e përgadit opinionin që vendimi do të jetë i njëjtë për të gjithë,
sikur në rastin e Hysni Gucatit edhe Nasim Haradinaj. Pra si pasoj, nuk ka mundësi për ndonjë vendim të ndarë dikush të dënohet ose dikush të lirohet, por vendimi në fund të procesit do të jetë i njëjtë.